do ketë edhe zhvillim ekonomik. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Frontline. Do të flasim në pjesën e dytë për bordin e paqes, shumë zhurmë për ftesat që Trump ka shpërndar për gjatë këtyre ditëve. Në Davos është mbajtur edhe firmosja sot mes liderëve botëror të disa shteteve të cilët janë pjesë e grupit themelues të bordit të paqes, por zoti Rama, pavarësisht se ka publikuar disa ditë me radhë që prej të shtunës ftesën, po ka bërë publike atë, nuk ka qenë sot në Davos për të qenë firmosës njësoj si presidenti Vjosa Osmani, që ka qenë atje dhe ka pasur një takim të afërt me presidentin amerikan, por ka dhënë një tjetër përgjigje për gjithë opozitarët që kishin pikpyetje pse ai ndodhej sot në Tiranë dhe jo në Davos. Ndjekim pak insertin. E kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisnin që unë të më shikojnë atje. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Kreshnik, po. A ishe i shqetësuar ti pse Rama sot nuk ishte në Davos, po ishte në Tiranë? Unë i shqetësuar? Po, se kështu, kryeministri. Për ata që janë të shqetësuar. Shiko, unë javën e kaluar ju deklarova që Rama nuk do shkojnë në Davos. Madje ka qenë pyetja e fundit kur unë mbyll emisionin. Kjo për arsyen sepse Rama mes Davosit dhe Washingtonit ka zgjedhur që të shkojnë në Washington. Dhe në shkrimi marrëveshjes do të bëhet në Washington. Të gjitha ata të cilët pra beson që do ketë një takim special në Washington për Ramën për firmosjen për sa kohë nuk firmosi tani sot? Të gjitha ata të cilët ende nuk kuptojnë nga diplomacia dhe politika dhe vazhdojnë të fantazojnë që Ivanka Trump ka ardhur për shkak biznesit vet, nuk ka lidhje me babain, etj, nuk janë gjë tjetër veçse ignorancë nga politika dhe nuk kuptojnë asgjë. Nuk arrin të kuptojnë as kur burri i Ivankës Kushner shfaqet në Ukrainë, shfaqet në Davos, shfaqet në Gaza, shfaqet në Groenland, shfaqet kudo. Ende nuk e kuptojnë që familja Trump funksionon në mënyrë kolegjiale dhe Ivanka dhe Kushner janë dy personat më të rëndësishëm në geopolitikën dhe financat e kësaj familje, në investimet strategjike që bëhen. Prandaj po ju them që Rama nuk shkojnë në Davos sepse është i ftuar në Washington. E para. E dyta, do të thoja që edhe presidentja e Kosovës sapo ka konfirmuar që Rama ka qenë i ftuar dhe në protokollin e Davos. Pra kjo është mos e provuar që Rama vetë nuk ka shkuar atje, sepse mendoj që një herë në 1000 vjet vjen mundësia që superfuqia botërore tenton të investojë në Shqipëri, e cila ka qenë gjithmonë një vend shumë periferik. Okej, por Rama sot u gjend mes dy zgjedhjeve, mes Trump dhe Ivankës. Pse zgjodhi Ivankën në vazhdim të kësaj që po thua? Sepse duke zgjedhur e para punës nuk e ka zgjedhur Rama, e kanë zgjedhur ata. Në gjërat të drejtë citoi Ramën, thaj zgjodha me lejen e babait. Pra po, këtë po them. Po them që nuk është që ata edhe kur udhtojnë bashkarisht, dhe duke qenë se kanë ardhur në Europë, kanë ndarë detyrat se çfarë do të bëjnë. Dhe nuk mund ta linte vajzën. Po, shpërndar forcën. Tani, ardhja e Ivankës këtu është shumë e rëndësishme se sa pjesëmarrja e Ramës në Davos. Se Rama ka zgjedhur paralelisht, ka zgjidhur dhe problemin me BE, me liderët europian, të cilët nuk ishin shumë dashamirës me bordin e paqes, dhe nuk mund dilte Rama aty kundër Mercit, Macronit, Melonit dhe gjithë tjerëve, të cilët nuk ishin në nënshkrues kësaj marrëveshje. Po nuk mund të fshihet pas gishtit duke shkuar në Washington. Jo, mirë, po është ndryshe të bësh karshillëk aty, kur vetë këta e bojkotojnë atë bord.
Dhe ndryshe është shkosh në një takim bilateral ku vetë Merci ka qenë në shtëpi të bardhë. Tani, pritja e Trumpit, e më falni, mirë thash, e zonjës Trump këtu, ka një vlerë permanente për Shqipërinë. Pse ka permanente për Shqipërinë? Kjo është për ata që s'kuptojnë nga politika, është sikur Leo Messi dhe Ronaldo të vinë të luajnë futboll në kampionatin shqiptar. Dhe automatikisht gjithë bota do merret me Shqipërinë dhe kampionatin shqiptar. Këtë gjë bëri Arabia, këtë gjë bëri SBA-ja. Tani, ardhja e familjes Trump për të investuar në Vlorë, në qarkun e Vlorës, nuk ka vlerë se çfarë ka thjesht investimi që do bëjnë aty. Ka vlerë në tregun ndërkombëtar që nga ai moment Shqipëria hyn në hartën e vendeve elitare, në hartën e vendeve turistike. Çdo i huaj nga çdo cep i planetit që shikon që familja Trump investon në Shqipëri, do e ketë në agjendën e vet për të prerë biletën një ditë për të ardhur në Shqipëri. Minimumi për ta parë. Çdo biznes do e ketë në agjendën e vet për mundësinë për të investuar në Shqipëri. Pra, kush i hyn analizën që çfarë fitojmë ne nga investimi në Sazan apo në Zvërnec, po i them vetëm ato nuk e fitojmë ne. Gjithë tjerat i fitojmë. Pa llogaritur që ajo është, edhe ajo është patjetër një se të kesh një Monte Carlo. Franca ka një Monte Carlo, po të kesh një Monte Carlo në Shqipëri, është e jashtëzakonshme. Qoftë si ishull ashtu i veçuar, për 1 milion arsye se do të jetë pikë qendër takimi gjeopolitik e diplomantëve, biznesmenëve, politikanëve nga gjithë planeti, dhe vetëm fotografit, reklamimi, investimi, është thjesht një referencë e jashtëzakonshme për çdo cep të Shqipërisë. Domethënë, dita më e lumtur për shqiptarët, për biznesin, për ekonominë, çdo gjë do jetë dita kur hidhet lopata e parë atje. Se ende e ka me dyshim a do të filloj puna. Ende e ka me dyshim. Shikam, mundem? Po. Kreshlik, ajo që mund të mbështes me atë pjesën për të cilën çfarë fiton Shqipëria, Shqipëria fiton jashtë mase. Dhe unë lexova një shkrimin tuaj të cilit i kishte bërë me shumë korrektësi në lidhje me investimet që do të bëhen në pjesën e Bregdetit. Unë bie dakord 100% me ato të cilën keni shkruar dhe përveç asaj të cilët ju thatë me pjesën gjeopolitike, Shqipëria nuk po shet tokë. Shqipëria po afron investitor strategjik. Dhe në këtë rast, Shqipëria fiton 2 herë. Fiton pjesën e sigurisë kombëtare, që Shqipëria është më e sigurt kombëtarisht nga pjesa e fortë gjeopolitike të tij sa e preke, fiton punësimin, investimet në zonë, e tjera. Pra, rrit një siguri të jashtëzakonshme për sa i përket Bregdetit që nga marrëdhënia e investimit që nga Vlora e deri në Karaburune në Sazan, por këtu klasifikohet gjithë Shqipëria dhe Kosova që fyn në një siguri të jashtëzakonshme kombëtare. Pra, ardhja Amerikës këtu, pas 33 vjetësh, tregon seriozitetin e Shteteve të Bashkuara për të investuar dhe për të ngulur përfundimisht në Shqipëri. Kështu e shikoj unë. E qartë. Edhe diçka tjetër, Marcela, nëse tani s'kan qenë fare në Shqipëri. Mund ta shtoj. Nëse ka një problem në Shqipëri, që erdhën klasë ndyshe do kishim marrëdhënie me amerikanët. Dgjoj, vetëm doja një nëse ka pasur një problem ekonomia shqiptare, është që korrupsioni dhe kapja e shtetit në Shqipëri kanë qenë pengesa kryesore e investimeve të huaja. Dhe kjo është ndjerë kryesisht në turizëm dhe në Bregdet. Të gjithë vendet bregdetare, shtetet bregdetare në mesdhe, duke filluar nga Greqia, Turqia, Kroacia, Malizi, Italia, Spanja, Franca, nuk janë zhvilluar në turizëm vetëm nga sipërmarrja lokale. Janë zhvilluar në turizëm nga korporatat ndërkombëtare, nga kapitali global, nga markat e huaja të famshme, të cilat investojnë në resorte, në infrastrukturë apo në turizëm të nivelit të lartë. Dhe nuk kanë qenë asnjëherë, po të hym nga ishujt grek.
apo po të fillojmë nga zonat e lira në Turqi etj, janë pjesë e ortakrisë së korporatave britanike, gjermane, franceze, amerikane, dhe të thuash që po shitet Shqipëria se po bëhet një investim në jug të Shqipërisë nga korporatat amerikane, është një turp kam dëgjuar dhe ignorancë tjetër. Janë para arabe, thënë. Po në cilin vend botës keni parë që investohet me para xhepi? Qa problemi është se ku merret kredia? Pra, i kanë dalë me idenë tani që Ivanka është seksere. Ka shku Ivanka për arabët një javë të rinë Shqipëri. Çfarë turpi pa parë, domethënë. Çfarë rëndësi ka se ku e marrin financimin këta? Për çfarë rëndësi e ka? Po mirë, ti mund të blesh, hapësh një biznes, blesh një shtëpi nga Banka San Paolo italian. Investimi dhe shtëpia që blen është e italianëve apo është e personit që ka marrë kredin? Ç'është kjo urrëtie? Po në Shqipëri kanë investuar serbët. Po në Shqipëri kanë bler toka grekët. Po kanë bler bullgarët. Po si nuk kanë folur këta që po shitet Shqipëria dhe grekët? Vetëm kur vinë amerikanë lehin poshtë e përpjet. Po kjo është e papranueshme, domethënë. Dhe si ka mundësi kjo retorik kundër investimeve tuaja, unë s'arrit ta kuptoj dot. Nuk është e papranueshme. Faleminderit. 3 ditë zhurmë dhe Rama nuk shkon. Të duk arsye që nësishme Ivankan ka qenë... është më rëndësishëm zhvillimi ekonomik i Shqipërisë se zhvillimi politik i Shqipërisë. Rama bëri një zgjedhje strategjike. Rama strateg, është gjithë e dim të pjesë. Po mes politikës asaj që ishte në emër të vetë. Jo, që ta tërqarsojmë, sepse u bë shumë debate edhe sot në parlament që kjo ishte një ftesë personalizuar që Rama e vuri emrin e vet në marrëveshje, u ratifikuan parlament etj. Rama në fund të ditë... Se kam një pyetje, çfarë u ratifikua? Aderimi në bordin e paqes, se duhet kalon të marrëveshja në parlament. Si, marrëveshje të shkruar s'ka. Ke vetëm një ftesë, presidenti, kush marrëveshja? Kaluan për sot dhe votuan në parlament. Që marrëveshje, më? Po aderimin pranë bas të ftesës. Nuk është dy palëshe mes Amerikës edhe ka shtunguar duar. Po është një gjorë mëse miratohen akte në parlament, ratifikohen akte të shkruara. Dhe të firmos. Dhe jo ftesa. Ftesa nuk ratifikohet. Ftesa është do vishë të marrësh pjesë ke bordi. Kërëministri sot shkojnë parlament për kërku leje për të marrë pjesë ke bordi. Të mori leje... Nuk të pëlqeu që mori leje? Absolutisht, më. Unë mendoj që është lëvizja ka që e shpejt e Shqipërisë ka 2 probleme. E para punës bën një pozicionim në sferën politike, dhe sot Rama është pozicionuar qartë asin në krahas amerikanëve, dhe në kundërshtim me partnerët evropian, ndërkohë që agenda e kryeministit është integrimi në Europë 2030. Por Amerika është aleati jonë strategjik që nga shëmbja e perdes, kështu që nuk është e shmohuar ndonjëherë. Nuk mund të luash në dy kahët, nuk mund të jesh dhe aleat strategjik dhe pastaj thosh duhet të hyjë Bashkimi Evropian, ndërkohë që Bashkimi Evropian bën qendrim krejtësisht kundërt me bordin e paqes. Ata duan të jenë euro-atlantik. Po tani tha, kryeministri duhet bëj të zgjedhje. Unë jap shumë drejt zotit Pajugur thotë që nuk shkoi atje se nuk mund të mbante atje qendrimin që mban në Parlamentin Shqiptar duke pas në kahë gjithë to kokat e diplomacisë europiane. Kancelarit europiane, po. Dhe nuk mund të shkosh atje të thushtë, unë do marrë pjesë ke bordi i paqes, por ndërkohë tej lufta e madhe është për të integruar në Europë. Një, e para. E dyta, që ta kthejmë se Karagjozliku nuk është me faktin që do shkoj Rama ke bordi. Kjo nuk është gjë e keqe, shumë Shqipërisë bën shumë mirë që të pozicionohet në sferën globale, të marrë një rol sa më të mirë. Nga këto nuk vjen asnjë gjë e keqe Shqipërisë. Problemi është që këto Karagjozat 113 vetë, në fakt, që votuan parlament këtë ratifikimin asaj gjë që nuk ishte. Po, se da diskutojmë edhe nga pjesa politike, por qëndrim pak tek ftesa. Po ftesa ma i eftoi. Sikur se eftoi dhe 100 tjerë, eftoi dhe Rama. Dhe zoti Rama nuk ishte sot në Davos. Pra, pranoj, je dakord me këtë që ka qëndruar për Ivankan? Është më e rëndësishme zhvillimi ekonomik i Shqipërisë, se sa zhvillimi politik. Që do thotë, midis Trumpit, president Amerike, që është fuqia globale, perandoria hegemoni, nuk zgjodhim Trumpin që të shkojmë të mbështesim të firmosim bordin e paqes, po zgjedhim Ivankën që është fuqia ekonomike. Tu flet për një interes të ekonomisë të Shqipërisë, apo ja? Po të ashtë që o është një interes të ekonomisë Shqipërisë, është një interes personal të zotit Rama. Kështu që këtë e zotëria duhet të ndaj, ndenjë sepse... Për personal të vetën kështë shkuar nominalisht ati ku ishte iftuar, nëse e gjykojmë ftohtë. Po sepse ishte ftuar, pra. Bëri 3 ditë tamtame, tha kjo është ftesa, u vendose emri do shkoj kryeministri etj. Do ta shikonte Trumpi dhe do kujtoj që mund ta ketë natë, se e tha sot në fjalë.
Po, sa ata që ka atje i natë, Kjo lista janë një 2-3 emra që i kam i natë. Që që më thëmë, mund t'i dilte kjo përpara dhe t'kujtoj që edhe këtë i ka i natë. Vështu që e ka shmangur këtë gjëmë. Këtë i shakas. Dhe para punës, që këthemi ke baza, ftesa nuk është personale për Edi Ramën. Ftesa është për Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Dhe nëse Rama nesër nuk është Kryeministri i Shqipërisë, nuk hikën ai vendin bord. Po do ishte kjo ftesë nëse nuk do të ishte Rama? Po ti mendon se ftesën e ka bërë me që është Rama? Po të pyes. Jo, s'ka lidhja e më i ftoj Shqipërinë. Po të pyes tani, a ka... Ftesa është, atëre, a ka rënd pyetja që shtrohet është ndryshe? Mirë, a ka kontribut Rama në këtë ftesë? Po, Po, absolutisht. Sikur se ka dhe ministra e jashtme. Sepse politikën e jashtme shtetit nuk e bën vetëm kryeministri, e bën dhe ministra e jashtme. Që thotë gjithë ata që kanë lobuar, kanë ndikuar që administrata amerikane të vazhdojë ta mbajë Shqipërinë si vend me rëndësi gjeostrategjike për ta, se kjo është arsye pse ti je në bord. Sepse ti gjeostrategjikisht ke vlerë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ti ishte për individ, ai ka ftuar që të gjithë. Ka ftuar nga Putin, ke Lukashenko, ka i Vietnamit, që do të thotë bordi nuk është çështje personale dhe emrash, të ftojë unë ty se ti më pëlqen. Është lëvizje për të krijuar një formacion që është formacion politik, geopolitik se lek nuk do japin, paktën kështu tha, kështu thotë baza e bordit për 3 vite. Çfarë do japin? Do hym në fushën e gjeopolitikës, po shkërmoqet ky rendi botror që ke sot. Ai po përpiqet të ndërtojë një rend të ri dhe për t'i dhënë legjitimitet një bordi i cili në teori mund të vinë ndesh me kartën e OKB-s, përpiqet të krijojë një grumbull sa më të madh shtetes, sepse grumbulli më i madh shtetes i jep fuqi politike në nivel të ndryshoj gjithë formulën e ky rend që njihni deri sot të ka përfunduar, ka mbaruar, e ka shkallmuar ky zotëri, e ka shkallmuar. Ky ka vënë kazmën. Dhe ky po përpiqet të ndërtojë një rend të ri të bazuar tek individualiteti i tij dhe prandaj ftesa është në emër personal për gjithë ata që konsideron njerëz që të afrohen. Çfarë vura re unë sot me një fjalë duke u bazuar edhe te fjala që tha Kreshniku pak më përpara. Për sa i përket Ramës, i cili ndodhi mes dy zgjedhjeve, le të themi, po. E çoi në parlament që të votonte parlamenti. Ka që thjesht është që unë nuk sepse shumica e të tjerëve nuk e kanë bërë këtë praktikë që ndoqi Rama, që e kanë kaluar në parlament, kanë vajtur direkt si përfaqësues të shtetit janë. Atë se nuk pam në Kosovë të ndodhte ndonjë votim për këtë. Po pikërisht pra ai sot e bëri legjitime, e çoi në parlament, votoi ku vendet. Ai donte të poshtronte opozitën dhe ta detyronte opozitën të votonte. Kaq i thjeshtë është plot. Po çfarë opozitë pse ishte kaq e rëndësishme? Është gjëja më e thjeshtë e dynjas. Ma merr mendja se kishte aty Rama. Po ishte për autorizimi duhen 93 vota. Mënyra se si u drejtua opozitës. Ai ishte ju do ta votoni tipike për ta poshtruar. Ja ku e kemi foton që ka përshëndetur sot opozitën. Na ndihmo pak me ullin regjia. Për ta detyruar opozitën ta votojë. Nuk ka asnjë vlerë ligjore ajo që ka bërë sot parlament. Shiko, po ta shikosh sot asnjë vend evropian, pak vende evropiane ishin 2-3 mos gabojmë, me gjithë ne dhe Kosovën vinin 5. Po ne nuk ishim sot në firmosje, sepse kaloi kjo praktike e cila duhet të kalonte dhe e bëri. Është more ligjshme praktika. Çfarë rëndësie ka e çoi në parlament ftesën? Nëse nuk është e ligjshme pse shkon opozita dhe bashkohet? Një sekond. Ftesën për firmosje e legjitimoi në parlament dhe kaq. Kjo është betejë për të qëndruar. Po ku Ku thuhet që ftesa duhet të ratifikohet në parlament? Tani ai kështu e bëri praktikën, s'po themon që ka ndonjë dispozicion që e thotë? Kjo është praktikë ekstra. Ja një sekond se na e thotë. Po bëri ky pra. Po sepse ftesa nuk mund të ratifikohet. Ratifikohet marrëveshje. Shiko, e para punës njerë... Kam përshtypjen që ka qenë mes dy zjarreve dhe... Mënyra se si kryeministri i Shqipërisë u egzaltua dhe u soll me opozitën shqiptare ngjasoi mota mo një tallje me opozitën që ju do të shkoni ta votoni, duke e ditur se opozita është pjesa më pro-amerikane e Shqipërisë. Dhe do ta votoni si çeçi. Ai do ta përdorte këtë kartë. Por një politikan, një burg shteti, nuk duhet të niset për të poshtruar palët, për të poshtruar minorancën. Ose kishte tek ata s'ma merr mendje ato. Ai ka qenë mes dy zjarreve. Nuk e pas ndjek. Ka qenë mes dy zjarreve. Ata mbaroi pagun. Francis, ti e shpjegon që e çoi opozitën të votojë ashtu siç thua ti ta poshtroi, por nuk e votoi vetë. Lutem. Tani, e para punës njerë, unë kam mendimin që gjërat e nxituara dhe të zhvilluara me egzaltim të një personi i cili po vdes për të takuar Trumpin, se e ka pikë të dobët, sepse do të korrigjoja të thënien që ka bërë para 9 vitesh që Trumpi është marrëzia e botës, po do fitojë si president, dhe ai këtë po vdes për ta korrigjuar, por nuk është problemi këtu. Unë kam hallin
po pritë se duhen vënë kanar, nuk du të nxitomi. Ne fundja fundit ne nuk kemi shtet me peshë specifike të lartë në rang botëror, që duhet me pa tjetër të japim rëndësi kaq të madhe vetës. Ne lozim rolin ton për aq sa jemi. Por ne nuk duhet të vrapojmë para Francës, para Italisë, për të morë pjesë në organizma. Niste, në fund të sprintit ishte SBA-ja. Nuk ishte ta argumentoj. Afganistani. Se unë kam një hall tjetër, se mos në ngjasoj se mos në del ai problemi i bordit paqës si ajo Open Balkan. Kur të vjetë në kandar me kartën e Kombeve të Bashkuara, mos dalim se... Me procesin e Berlinit paralel se bëjmë OKB-n. Procesi i Berlin, po pikërisht. Edhe mos të vrapojmë shumë, sepse në 35 vite, të gjithë të majtët dhe djathës kanë vrapuar edhe kanë bërë aleanca edhe me dreqin e mallkuar dhe pastaj u kanë ranë kokës këto marrëveshje që kanë bërë. E mbani mend ju dhe me vendet e botës islame që kemi patur një marrëveshje shumë të çuditshme. Konferenca islamike. E pikërisht pra. Po ne jemi prap atje. Duke vrapuar kështu, për para vendeve dominante si Britania, Franca, Gjermania, dhe mos në thotë Rama se në doli bordi i paqës si Open Balkan, edhe pastaj nuk tha gjë kur u tërhoq. Se nuk u morë vesh pa të si vdiq. Kur vdiq Open Balkan, Rama nuk shkoj as në varrim, as në dizetat. E kam frikë se mos ndodhe dhe për unë sinqerisht uroj që bordi i paqës tjetë një bashkim i kombeve për qëllimet të mira dhe pozitive, për një rend të ri botëror që të dominoj e mira dhe jo për plasje dhe jo luftrat. Por nëse do të kemi organizatën e Kombeve të Bashkuara që t'i kundërvijnë Trumpit edhe mund të korrigjohen sepse edhe Trumpi nuk e ka thënë para 10 muajsh ose para një viti këtë strategji. Dhe nuk është se e ka bërë, është iniciativë personale, nuk është se e ka konsultuar me vendet e botës. Janin me 20 pika, shumë e por mos të harrojmë një problem. Trumpi me të vërtet është presidenti i vendit më të fuqishëm të botës. Por nuk mund të detiroj asnjë nga udhëheqësit e botës që me forcë dhe me të diktuar, sepse po ai Trumpi... Po të shikoja sot, ashtu ishte jo? Po Trumpi... Hajde këtu firmos të shlu. Po, i shkuan vetëm ata që... Ata fëmijët e përgdhelur, ata që nuk kanë këllë që ta mbajnë vetën në këmbët e tyre. Jo, po më falë se... Gjithë ata. Unë nuk pash ndonjë fuqishëm atje. Nuk besoj se Vjosa Osmani është përgdhelur. Kush ishte ndonjë fuqishëm përfaqësues shtetin atë në bordin e paqës? Jo, kush ishte? Ti ke fiksuar në një? Vende ish sovjetike ishin ato gjithë. Vende ish sovjetike dhe pjesa Pakistane. Pikërisht pra. Madje kishte edhe një tallje shumë të madhe nga presidenti rus, Vladimir Putin. Unë do të marr pjesë në bordin e paqës, dhe do të paguaj 1 miliard euro nga ato eurot që i kanë sekuestruar. Shikom, ajo që unë shikoj këtë pjesa e marrëdhënies, të pjesa e pjesëmarrjes në këtë të bordi i paqes, unë shikoj rritje të profilit ndërkombëtar të Shqipërisë, që është normale. Pjesa tjetër është që mund të afroj partneritetën pjesën e investimit dhe zhvillimit dhe të ndryshme për pjesën e ekonomisë. Edhe ne do japim një kontribut avokat se... Për pjesën e ekonomisë jemi dakord gjithë. Për investimet amerikane, jo vetëm vlorë, edhe në bërmosh, edhe në theth. Se nuk ka blek tu. Jo, black, white, me ngjyra si të done. Shiko, neve ekzistojmë si shtet, si pasojë e atij shteti që sot udhëheq ai person. Dhe Shqipëria dhe Kosova. Pa marrë vullën e tyre, ti nuk ekzistoje fare sot. Pa vullën e tyre. Pa vullën e kujt? Ta ti përfaqësues. Jo, vlla, jo. Shiko, në fakt të kujt je bërë? Të lutem, mos i ngatro gjëra. Dëgjoj, mos i ngatro. Shiko, Amerika është qeverisur nga dinastitë fuqishme, të cilin ishin politikan karrierën gen. Tani po qeveriset nga një biznesmen, vlla. Shiko, e nëse kanë interesa të tjera këta. Zhvillimit ekonomik, to kanë interesa të tjera. Harrohet. Është kryesore dhe networku diplomatik që besoj që ka një lloj prioriteti. Unë këtë këndvështrime shikoj, nuk është se e shikoj që neve kemi fuqi dhe këllë që me Pakistanin që ka GDP-n, apo ka një
shifër të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vetë ekonomik. Kazakistani, Tagjikistani, tjera që janë më mirë se ne, po problemi ne jemi kaq të vegjël në krahasim me ato shtete, sa mendojmë tani të emrin në apel për të pasur anët pozitive. Mundi. Avokat, si e koncepton bordin? Ore, Gjop, Të lutem. në vitin 2007, jo po është shumë e rëndësishme. Po, në vitin që nuk ka folur. Një kompania amerikane ne i dham rrugën e kombit. Po kryeministri sot që është sot, nuk ka lënë gjë pa bërë, pse atë rrugë e mori një kompania amerikane, dhe më pastaj dolën protokollat që po vidhen eurot, po bëhen kjo, po bëhet ajo, po rruga e kombit u bë. A fitoi 200 milion euro apo 100 milion euro? A Westy Clark apo kompania ku kishte aksione Westy Clark, ç'lidhje ka sepse janë përdor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama me të gjithë deputetët e Partisë Socialiste ka bërë edhe veprime demonstrative në rrugën e kombit. Vetëm për ta diskredituar Shqipërinë. A nuk janë po këto, apo ato ishin fondet Shqipërisë, dhe tani po vinë fonde amerikane. Dhe kjo prandaj duhet jemi... Se më qove prapë të tuneli Llogaras tani, shem, si po mendoja. Çështja tunel është bërë Shqipëria. Problemi është që... Më ktheve të disa miliona. Ati ishin Turqit, po mendoja tani, ati ishin Turqit, si na thanë ato ekspertët e supervizionit, ta shiko, janë tunele, tha nuk janë prima. Unë një gjë nuk arrita të kuptoj. Bekte Lenka, rrugën tonë këtej nga pjesa jonë investimin dhe standartin e cilësisë e ka më të dobët sa i pjesë e Kosovës. Po mos harro se ju lutem zotrin pak territori Kosovës është një sistem kondrinor vlla, kurse kjo është rruga në vendin më malor që ka Shqipëria. Tani mos bëj krahasime që s'shkojnë. Okej, mirë, të lutem, avokat, dëgjoj vëmendje për ju. Po flasë rruga me grop, po nuk ka rështit. Petra, i të lutem. Si ajo e Ersekes apo si kjo tjetra? Në opcionin tim, në opinionin tim, do të shikoj në 3 dimensione. Së pari njëherë, ne nuk kemi forcë, teren, për të marrë nisma të këtij karakteri, siç është marrë nga presidenti Trump, për marrëveshjen e paqes. Së dyti, kryeministri Rama, sot, në të vërtet, ka bërë një veprim ligjor, që do të thotë referuar Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe ligjit për marrëveshjen ndërkombëtare. Duhet ta kalonte. Normalisht duhet kalojnë kuvend. E ka gjetur këtë. Marrëveshja. Jo ftesa. Marrëveshja. Po s'është bërë marrëveshja vlla. Një moment. Po ku është marrëveshja? Është marrëveshja e krijimit të bordit. Do ta lexosh relacion. Po jo më vlla, shiko. Po ta them unë. Po ma gjej, po atje s'ka e pe kush shkojnë në parlament? Po marrëveshja. Po e pe kush ka shku marrëveshja për krijimin e bordit. Po mirë, s'ka problem. Po më vjen keq, po ne e lexuam. E ndajmë, nuk ka problem. Nxirre o Marcela, nxirre. Po, në wall tutem regjia. Jo më vlla. Marrëveshja. Jo vlla, jo. Po nxirre. Po nxirre. S'ka. Në cilën marrëveshje përmendet emri kryeministit që do shkoj për... Po jo, pra jo. Nominalisht. 6 për propozimin e përligjit për ratifikimin e marrëveshjes. Po ku e marrëveshja? Marrëveshja është bashkëlidhës se s'ka pranimin të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri. Edhe një është marrëveshja për krijimin e bordit. Po ma gjej. Për shqyrtim dhe projekt ligji i propozuar nga Ministria e Jashtme. Po më dëgjoni atë. Po nuk thot marrëveshja. Po s'ka problem, dëgjoni, është kështu. Okej. Ai akt ka dhe një relacion dhe nuk është marrëveshja se kush do jetë struktura e bordit të paqes. Është marrëveshja e krijimit të bordit të paqes. Ka 2 momente i dashur Shemsi. Është marrëveshja për të bërë antar dhe është marrëveshja për të ratifikuar elementet e brendshëm në marrëveshjes. Jemi në rastin e krijimit të bordit. Nuk ka ndonjë problem. E treta, kjo kushtetueshmërisht e detyron kryeministrin, Ministrinë e Jashtme, qeverinë të dërgojë draftin e Këshillit të Ministrave, projekt ligjin e Këshillit të Ministrave në kuvend. Tani ne së treti, ne nuk kemi mundësi të krijojmë nisma ndërkombëtare për shkak të rrethit. Kështu që në këto kushte, kur një fuqi e madhe siç është Amerika, pa tentuar të them që Amerika ka këtë gabim, këtë të mirë etj. Është Amerika e cila promovon një nismë dhe i drejtohet në disë vendeve dhe Shqipërisë me 28.000 km2, me 1,5 milion banor etj. Për ta kuvendi merr një nismë ligjore, këtu s'ka asnjë gjë të keqe. Çështja është që sa ne do kemi mundësi brenda kësaj tendence që është grandi i paqes,
ne të kemi mundësi të përfitojmë. A mund të përfitojmë? Sot nuk mund të thuhet. Ideja është të kontribuojmë për këtë bordin e mirë, të përfitosh. Edhe përveçse me firmën edhe të përfitosh. Së katërti. A do kemi ne mundësi të investojmë të ky? Ne nuk kemi atë gjendje ekonomike, por mund të përballojmë me të tjera gjëra, të cilat unë nuk kam pse i paragjykoj. Mund të përballojmë me situatën e strehimit të emigrantëve. Mund të përballojmë... Të cilën e përjashtoi, zotë Rama, ardhjen e Palestinës. As Rama, as kërkush tjetër, unë edhe si dilemë, as Rama, as kërkush tjetër nuk e di se ku është ideja dhe statuti i kësaj. Dej tani është vetëm duen sa veta për të bërë një shoqëri anonime. Avokat, kam një pyetje... Ja ta mbaroj, të ka, se e lejthisë... Jo, e kam pyetje sinqerisht. Larkë qoftë, inshallah e ka jetën edhe 100 vjetë Edi Rama. Kur të vdes Edi Rama, kush do e përfaqësoj, sepse atje është nominalisht, jo, thot Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama. Edhe nga kryeministri nga Edi Rama. Dhe do thot kryeministri i Shqipërisë, o zotëri. Edi Rama. Po do ta sqaroj edhe të është nonsens juridik. Nuk ka emër të përveçëm në ligj. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që kuvëndi, qoftë edhe me hile, ka hyrë në kualifikimin e njohjes dhe ratifikimit të një organizate. Propozuar nga... Nuk ka rëndësi kjo fare. Ka leverdi ma të gjitha anët. Problemi e si do përgjigjemi ne. Edhe kësaj gjë, pa mirë për që do ta bënde Berisha, e bëri Rama... Ore, kushdo që tjerë, jemi të kuptuar gabim. E kuptova pra, Nesër ku të vdesin këta, kush dhe përfaqësoj Shqipëri, se të ti vjen emër nominal. E kuptova pra pse është Rama, o Shemsi, e kuptova. Pse është Rama? Nuk ka emër të përveçëm në ligj. Po mirë, nuk ka problem. Problemi është që kjo është një kërkesë e dy akteve ligjore, kushtetutës edhe kësaj. Tani, a do të kemi ne mundësi të përfitojmë? Në logjikën e drejtanishme në Republikën e Shqipërisë, edhe në logjikën tonë individuale, çdo gjë që jepet lirë dhe pa lek nuk vlerësohet. Unë jam skeptik në investimet e Sazanit e këto gjërat. Okej, por e pranoj, e kam me dëshirë që të investohet. Patjetër. Por, ta mbaroj si ide. Por, në themel qëndrojnë sa të dhëna që ka instati. Instati. A kemi instatin, e? Referohet të dhëna të instati. Sa janë investimet e këtij vendi në Shqipëri? Kush janë investimet më të mëdha në Shqipëri? Se ti do rankosh. Rankohet në drejtësi, rankohet në aktet ligjore, rankohet në investime, rankohet në të gjitha marrëdhëniet. Kush janë marrëdhëniet më të mira, më pak të mira, të këqija e tjera tjera. Atëherë shiko, nëse do të del që ky investim do jetë investimi që i kurorëzon të gjitha investimet, sepse është vendi i parë që investon në mënyrë të përvitshme në Shqipëri, unë arrit ta besoj. Nëse unë shikoj që një investim, ky vend, nuk është investitor i parë për shkak të dhënave që vjen prej stati, jam i detyruar të jem skeptik. Okej. Dakor? Kjo ishte, tani sa ka ndikuar, se ishte pjesa e dytë. Ivan, kjo e bia në vizitën. Mes zgjedhjes që bëri. Kushdo kryeministër që do ishte në Shqipëri, do vlerësonte, jo, ky zgjodhi mjeti ligjor, ndryshe nga presidentja e Kosovës. Jo, më kupto drejt, nuk zgjodhi të ishte pranë Trumpit dhe zgjodhi të ishte me Ivan këtu. Jo, më ka bërë veprim shumë drejt ligjor. Nëse ai do ikte të nënshkruante, thjesht i bindu që ata që sot thonë pse s'ishe me Trumpin, do thoshin ti ke bërë një akt jo ligjor. Jo kushtetues. Tu të dalin nga të gjitha anë, nuk kanë asnjë problem. Ipset vrana zbritse drava. Janë gati çiftet, mos e vrit më për të puntit. Ai ka bërë një akt ligjor që nesër pas nesër mos i thoshin që ora ti ike pa këtë. Ajo ka bërë, nuk e di. Ka qenë në kryeministri Kushtetutën e Kosovës. Nuk e di, ka bërë veprim ligjor apo ka bërë veprim me kokën e vet. Edhe diçka, avokat. Në rastet e tjera, jo vetëm diçka për pjesën juridike, në rastet e tjera ka qenë përfaqësia presidenciale. Për rasti i Vjosa Osmanit ka shkuar si presidente, ndërkohë ftesa këtu nominalisht vjen për Edi Rama. Atëherë ai e ka zgjidhur me presidentin Begaj këtë punë. Mos gabojmë atje vajti pra Bin Kurti. Ai e ka zgjidhur me presidentin Begaj.
për ta dubluar këtë lloj gjëje, mbasi ka ndodhur dhe kjo e projekt ligjit sot, për ta dubluar. Sepse, normalisht, ai ka të fuqi që departamenti juridik të vendosi jo emrin e tij, por të vendosi dhe emrin e familjes. Se tani janë bërë dhe çrregullime të nevojshme deri në domosdoshmëri të akteve ligjore. I dashur shëndësi. Këtu ligjet me kohë kanë të bëhen nominale. Ka kohë. Dhe po të shikosh gjitha akte ligjore dhe vendimet e Këshillit të Ministrave që nënshkruan kryeministri nderuar, nuk lën në absence, në mungesë emra. Dhe ky ka vite tëra, ky Joni ka vite tëra që nënshkruan vetëm për emra. Dhe të tjerat i nënshkruajnë zëvendës kryeministët. Ndërsa emrat i bën vetë. Për shembull, investitori në Himar, investitori në këto i dim mire i leje dhe ndërtimit. Edhe këte trajtojnë si leje ndërtimi, më skujto se trajtojnë... Shiko, ne, me që se më atakove si emër, unë jam pro investimeve, shiko, në mënyrë kategorike... Po vaja të më, qa lidhe ka? Po qa të keqe ka, vetëm e ferra ka, që kur shkryuar toka? Që kur shkryuar toka, ty a që ka? Korrekte. Shqipërinë, normalisht që kryeministri... Ore do ta investojnë apo jo? Edhe njërë, ajo varet në tutje. Shqipërinë, kryeministri ose presidenti do ta përfaqësojnë. Problemi është vrapimi për të shkruar me patjetër emrin tek propozimi i ligjit që dërgon Ministria për punët e jashtme, më duket e tepruar, bile nganjëherë më duket pak si e sforcuar dhe krijoj një bindje që po, Vjosa Osmani është ftuar personalisht nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse kryeministri jon vrapon ta shkruajë në projekt ligjin e propozuar nga Ministria e për punët e jashtme, sepse me çdo kush don që t'i përmendet emri. Dhe kjo mu nuk më pëlqen. Ore, ai do ta përfaqësonte, po emrin ligj pse e qartë. Pse dërgon. Mirë, Kreshnik ata pyesin e Kreshnikun. Kreshnik, si e sheh legjitimimin e Edi Ramës si emër në këtë projekt ligj të miratuar sot, ratifikimin që u bët marrëveshjes? Pse ishte kjo domosdoshmëri për të vënë vulën Edi Rama? Duhet kemi parasysh që Shqipëria vjen nga një precedent shumë negativ i nënshkrimit të marrëveshjeve duke kapërcyer institucionet kushtetuese. Gjykata kushtetuese 14 vjet më parë shqyrtoi një nga marrëveshjet më famkeqe të Shqipërisë, të qeverisë asajkoshme me kryeministrin grek. Dhe kjo marrëveshje u bë objekt i ankimit në gjykatë kushtetuese për shkak të anashkalimit të institucioneve kushtetuese. Marrëveshja për faljen e 6 mileve det në jug të Shqipërisë u bë duke anashkaluar parlamentin dhe presidentin. Dhe sigurisht që gjykata kushtetuese interpretoi dhe nxori një sër udhëzimesh në atë periudhë për procedurat që duhen ndjekur. Dhe Rama këtu ka zgjidhur qoftë debatin me faktorin shqiptar plus dhe faktorin ndërkombëtar. Nga një anë ka shmangur debatin me opozitën, të cilën e detyroi. Po, se këtu ne kërkojmë të bëjmë paqe botërore dhe krijojmë luftë të brendshme. Detyroi e pesti një lloj prem që e tha poshtërim. Po më dëgjoj. Do të votoni aty emrin tim, i tha. Patjetër, po, zoti Prençi ka shumë drejt. Jo vetëm kaq emrin tim, po detyroi të votojnë publikisht para kamerave marrëveshjen mes Trump dhe Ramaduros. Pra, e quajtën një vit Ramaduro, duke marrë analogjinë që do arrestohet si Maduro, duke e konsideruar që nuk kalon oqeanin, duke e konsideruar që do e arrestojnë Amerikanët dhe kanë listën e zezë, dhe sot i nxori bllof. Po nga ana tjetër. Rama sot, Rama duro. Në fakt i bie që hajde duro Ramën tani, do ishte për opozitën. Më shumë se sa Rama duro. Nuk më i vetmja gjë që më pëlqen në këtë histori është fjalimi i Ramës. Fjalimi i Ramës ishte shumë i shëmtuar. Veprimet e Ramës ishin të mençura. Fjalimet e tij pastaj janë euforika, i kalon atë betaforinë e vet, ekstazën e vet, delirin e vet, domethënë, kjo nuk më pëlqen, që të jem shumë i sinqert. Veprimet ishin të mençura, se me veprimet e tij sot i doli kundër dhe Alex Soros.
sot i doli kundër edhe shumë liderëve europian, dhe nxori si një vendim kolegjial. Por unë dua t'ju updatoj dhe me një lajm të fundit. Po? Kushneri, të cilën këta e konsiderojnë kështu si biznesmen që vjen për pazaret veta, sapo ka takuar Vladimir Putinin. Jo për bizneset veta. Në emër të qeverisë amerikane dhe Donald Trump. Ka marrë dhe Zelenski me vete, thuj. Ka marrë dhe Zelenski me vete. Nesër takimi me Zelenskin. Pra, Kushneri është dhe Ivanka nuk janë thjesht syri dhe veshi i Donald Trump, po janë truri Donald Trump dhe i Washingtonit sot. Dhe kush nuk e merr seriozisht, nuk arrin të kuptoj fare nga diplomacia. Pra dhe njëherë Kushneri ndodhet në Ukrainë, në Moskë, në Gaza, ndodhet kudo, ndodhet në Vlorë, pra është i kudo ndodhuri që i paraprin veprimeve të Donald Trumpit. Dhe ne jemi me fat për një gjë. Rendi ri botror po ndryshon. Europa është shumë e rrezikuar. OKB-ja është shumë e rrezikuar. Ne si vende dy shtete shqiptare shumë të vogla, shumë të papërfillshme në numër, në ekonomi, në ushtri, ne duhet jemi një hap përpara të tjerëve dhe jemi me shumë fat që ne ftohemi për të qenë pjesë e një rendi të ri botror, të jemi pjesë të truezave. Se mund mos jesh fare, mund mos të përfillin fare. Është e rëndësishme që të jesh aty. Sigurisht ne nuk do na lënë të jemi pjesë e vendimarrjes, por ne nuk mund të humbasim kontaktet. Kontaktet me ata të cilët mirë apo keq po ndryshojnë në rendin botror. Është e rëndësishme të jemi. Tu të marrëveshje në wall ndërkohë regjia, po. Do me thënë, të mos jesh, je askushi, mund të jesh viktim e gjeopolitikës së re. Është e rëndësishme që familja Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtrëngojnë fort Vjosa Osmanin si presidente, shtrëngojnë fort Edi Ramën, nuk ka rëndësi këta dy si individ. Nuk i hyn fare asaj historie. Pse në Shqipëri ftoi kryeministrin dhe në Kosovë nuk ftoi kryeministrin. Pse në Kosovë nuk e ftoi, pse në Kosovë ftoi presidentin dhe në Shqipëri nuk e ftoi presidentin. Po miro, Krishnik, jam shumë kurioze të di. Nëse pse Rama nuk dërgoi një përfaqësues, në fakt, nëse do të rinte me Ivankën këtu për intencionet strategjike, ekonomike. Sepse donte ta bënte legjitime këtë histori. E bëri legjitime e bëri institucionale, me fjalë zgjuar fina aty. Shiko, ky bord, më fal Krishnik një sekond. Patjetër. Shiko, ky bord nuk është kushtetues amerikan, nuk është prodhim i pjesës së shtetit amerikan, kongresit është një nisëm private e presidentit Trump. Dhe Shqipëria çfarë fiton këtu? Në të gjithë ato që tha Kreshniku që nisëm private nuk është marrëveshje ndërkombëtare pastaj se është nisëm, është iniciativë personale. Nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Patjetër. Marrëveshje ndërkombëtare. Po kështu ka filluar edhe marrëdhënia e Kombeve të Bashkuara që kanë ndryshuar 3 herë emrin. Po pikërisht. Shikon, tu fillon debati i madh. Ka qenë lidhja e kombeve tjera u ndryshua pastaj organizata e Kombeve të Bashkuara. Shiko, ajo të cilën unë shikoj edhe në lidhje me pjesën që Europa sot është shumë e paorganizuar dhe e pambrojtur përballë zhvillimeve që po ndodhin dhe asaj marrëveshje të fshet që kush e dim ç'mund të kemë bërë me edhe biseda të ndryshme për sa i përket rendit të ri botror që është edhe Putini brenda në këto ndryshime. Unë mendoj që sigurinë rajonale ne tashmë e kemi të fituar se një pjesë e kësaj nisme të cilën po bën presidenti Trump. Dhe të jesh me Amerikën sot, të jesh me një institucion të fortë, unë e shikoj pozitive në gjithë televizje. Pavarësisht se është Rama kryeministër, se po t'ishe Berisha, do thoshin për Berishën. Me fjalë pavarësisht, ne flasim për Shqipërinë. Shqipëria në ndryshimet e reja dhe do ta shikosh se sa probleme do ketë Polonia, Rumania, Ukraina e vazhdimësisht me territore të cilët vetë Stalini i vinte lapsin dhe i organizonte shtetet. Ashtu ishte edhe Stazani. E ka pas Italia deri para shumë viteve. Kështu që Okej, këtu më kërkove edhe një herë marrëveshjen. E kemi në UOL, po. Marrëveshja thot propozim në mbështetjen e ndeneve 81-83.2 100 kushtetues dhe në 17 ligjit 43/2016.
Atëherë, nene 81, 83 dhe 100 kushtetutës janë nene që kanë lidhje me procesin ligjvënës. Si hartohet procedura ligjore, 81 është kush ka të propozoj ligje, 83 dyshja është ligjet me procedurë të përshpejtuar dhe 100 është drejta e Këshillit të Ministrave për të propozuar akte. Kështu që deri këtu flasim për procesin teknik legislativ. Çfarë thot neni 17 dhe pse themun është e paligjshme. Çfarë thot neni 17 i ligjit 43/2016, ratifikimi. Ratifikimi është akti me cilin Republika e Shqipërisë shpreh pëlqimin për të qenë e lidhur nga një marrëveshje ndërkombëtare e nënshkruar më parë prej saj. Që do të thotë marrëveshja fillimisht nënshkruhet dhe pastaj ratifikohet nga kuvendi. Në rasti konkret jemi në kushtet kur kuvendi ka ratifikuar një marrëveshje të panënshkruar. Që do të thotë kjo mund të atakohet, mund të jetë e pavlefshme? Përveç se nuk e ka nënshkruar marrëveshjen, po Parlamenti autorizon Ramën ta nënshkruajë marrëveshjen. Pa që në marrëveshja fillimisht në nëshkruar. Mirë mazhoranca që do t'a bëj se duhet t'a bëj po opozita. Tu e ke problemi sot. Se opozita ka shkuar sot dhe i ka shkuar pas tjetët. I nisi ftesën, i ktheu përgjigjen. E quan të ezaruar pjesën e marrëveshjes. Nëse do t'a bëjmë institucionale avokat, nuk mund t'a bëjmë me WhatsApp. Në shkrimet elektronike një festot. Edhe qa ndërtohet më te aty? Kush është struktura që ndërton e bordit? Se kundërshtoj Meloni, se nuk vajti Meloni? Mundi dhe se ka... Pjesë kolegjale e Bashkimit Evropian. Edhe jo, e ka marrë ftesë dhe ka pranuar. Edhe kushtetuta e Italis nuk e lejonte të shkonte të firmoste pa... Ka përshtypjen që ajo do zgjerohet si nisme. Normal. Dëgjoj një sekond, mund se është pak më i komplikuar më beti. Duhet nënshkruar përpara marrëveshja dhe ke nënshkrimi marrëveshjet të duhet autorizim se ku shkon në fillim. E ka pranuar më të ftesën. Po kush, po me çfarë tagri? Se s'ka tagri kryeministri pranoi marrëveshjen këtë formë. Se ka ligj për këtë punë. Kush e firmos, po kush e negocion marrëveshjen? Ai po nuk po diskuton marrëveshjen finale. Po marrëveshjet nuk zhërgohen me WhatsApp. 113 deputetë që votuan sot nuk kishin hall të mbronin interesat shqiptarëve. Kanë hall kush është më afër me Trumpin. Ky është problemi. Prandaj nuk shtrohet për diskutim kjo çështja. Çështja është jemi gjithë me Trumpin, se po donin njërin kundër Trumpit. Na bëhet ata në fakt, Marcela, në 120 deputet, a mund të qohë një edhe të thoshte, të paktën 2 fjalë, jo për të bërë se tërë jetën me servilizëm, po kur arrin edhe opozita, edhe pozita, edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe parlamenti, të gjithë me servilizëm, se, shiko, jo gjithë shka duhet bërë me vrap pse tha Rama dhe pse tha Trumpi, po duhet të kthjellohemi në hapat që hedhim drejt bordit paqes. Okej, me 30 sekonda nga secili do doja vetëm një koment të shkurtër për situatën ku her pas here është diskutuar emri apo përfshirja e zotit Rama tek çështja me Gonigal apo diskutime të tjera që me Premçin i kemi diskutuar që mund të ketë çështje me Amerikën në këtë situatë që jemi. Sa i leverdis, nëse është kjo fjala e dur që mund gjej, Ramës kjo ftesë nga Trump në raport me Amerikën si një partner strategjik apo me çështje të tjera që mund të ketë. E dua me 20 tani. Për Ramën personalisht thua tani apo për Ramën në këtë situatë? Absolutisht po që i leverdis, por Shtetet e Bashkuara nuk janë klubi i lagjes ku ti flet për pronarjen e klubit edhe ndan pazaret. Shtetet e Bashkuara janë institucion që do të thotë administratë që funksionon mbi bazë rregullash dhe vendimesh institucionale. Është vërtet që presidenti është udhëheqësi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po dhe presidenti nuk ka këto fuqitë e pakufishme që ne imagjinojmë. Ka ca filtra kontrolli dhe ka ca instrumenta që ja servirin gjërat. Dhe fakti që Rama është pjesë e bordit, absolutisht gjë shumë e mirë për Shqipërinë, edhe akoma më e mirë për Ramën. Por në raportin institucional me Shtetet e Bashkuara, kjo nuk ja zgjidh çështjen. Sepse ajo që ka bërë Rama me Megonigal është rasti jashtëzakonshëm edhe në historinë e Shtetit Bashkuar. Nuk ka ndodhur kurrë. Është rasti i parë, i vetëm, nuk ka të dytë. Okej. Shemsi? Edhe unë kështu mendoj sa do afër të qëndroj Rama sot edhe derisa të ketë jetën për krah presidentit Trump apo presidentet e tjerë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo dhe në takime me Ivankën. Institucionet e drejtësisë amerikane janë institucione ligjore të cilët edhe presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë thirrur sa herë kanë dashur dhe ka dëshmuar për çështjet sensitive. Madje fakti që është specifikisht
që Kryeministri i Shqipërisë është përzirë në një histori që cënon institucionet më serioze atë të FBI-t. Dhe një nga zyrtarët e lartë, këtë nuk ja fal as Trumpi s'ja fal Ramës, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Kongresi Amerikan, as institucionet e Nëse do faktohet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Avokat? është keq të mos kesh mendim. Jo, thjesht do më kursesh pak sekonda, po e doja pa tjetër një mendim. Mos mendimin du të thuash për 20 sekonda. Artikuloje se ikën. Se regjia pastaj direkte më... Shiko, këtu në vendin ku jetoj... Pa të vë në siklet, do të thuash ose jo. Në vendin ku jetoj unë, në vendin ku jetojnë ti dhe në vendin ku jetojmë të gjithë, nuk ka stereotipe kështu të gjetjes së të ardhmes. E vërteta është që situata në të cilën e ndodhemi nuk është kështu, është situata e minuar. Kërë se si do janë zgjidhjet. Varet, okej, do në shojmë. Avokat, shumë shkurt, telegrafikisht. 3 fjalë. Po. Fitore e Ramës është politike, Po? diplomatike dhe personale. Më sakt, më qartë, më shqip nuk ka. Kreshnik, me ty do të mbyll ke 15 sekonda. Po, Amerikanët i kanë dosje çdo lideri politik të lartë në Shqipëri. Ramës, Berishës, Metës, Bashës dhe çdo kuj. Nëse sillen mirë, nuk ja u hapin. Nëse sillen keq, Me çështje vullneti mbetet kjo? Padyshim me çështje. Okej, mirë, faleminderit Kreshnik Spahiut. Okej, faleminderit Petrej, faleminderit Aziza, ishte kënaqësi, faleminderit Thupi, faleminderit Prençe. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, bashkë do të shihemi të martën 15:30 deri atëherë nga Marcela Karapanço. Natën e mirë.